është pyetur nëse do të vazhdojë të gjitha shkallët, duke qenë se do të ketë një apelim të vendimit të gjykatës nga Eglaceno, me një patjetër të lë të kuptosh se Sajmir Kodra do t'i shkojë deri në fund kësaj historie. Pra, sa herë që të bëhet fjalë pra pikërisht për këtë histori, ai nuk ka ndërmend të ndalojë, sepse do t'i ndjek të gjitha shkallët e juridiksionit pra në lidhje me atë deklaratë që në atë kohë ishte një gjë shumë e madhe dhe shumë bombastike, me thënë të drejtën. Jo vetëm kaq, por duke u kthyer historisë për mes këtij debati të madh publik, ku Eglaceno deklaronte në atë kohë se kishte shkuar për të kërkuar pak a shumë, kjo është historia, për të kërkuar punë në Top Albania Radio, atje është përballur me një ngacmim seksual intim nga Sajmir Kodra, dhe kjo është bërë publike gjatë një rrëfimi që bëri në Big Brother VIP Albania. Por çfarë ndodh nga një shkrim që e gjeni online tek pamfleti? Portali Pamfleti tregon se ka disa info pa sjell fakte. Kjo ka mbetur pra një akuzë pa u shoqëruar nga fakte në atë shkrim, nuk ishte asnjë video apo asnjë tjetër indicje për të treguar një takim që sipas portalit Pamfleti ka ndodhur midis Eglacenos, që sipas shkrimit ishte shtyr nga një ish-deputete e Partisë Socialiste, Helena Gjina, e cila nga ana e saj ka qenë ish-sekretare me ish-sekretare e ish-gjyqtares Pajtime Fetau. Pajtime Fetau është një emër që është bërë i njohur pasi është akuzuar shpeshherë nga emisioni Stop, ku drejtori është Sajmir Kodra, për korrupsionin që sipas emisionit Stop, Pajtime Fetau ka ushtruar gjatë kohës ku ishte gjyqtare, tani nuk është më. E gjithë historia e pamfletit tregon se pikërisht Pajtime Fetau në bashkëpunim me Helena Gjinën kanë marrë Eglaceno dhe kanë instruktuar se çfarë duhet thonte në Big Brother kundër Sajmir Kodrës. Kjo pra është historia e pa faktuar nga pamfleti, nuk ka dalë në një video apo foto nga takimi i ish-deputetes socialiste apo vetë ish-gjyqtares me Eglacenon. Kjo ndoshta për të hedhur benzinë zjarrit. Po pas këtij reagimi që patëm nga Egla dhe nga Sajmiri, le të kthehemi pak se si ka qenë e shkuara e kësaj historie. Do të bëj kjo deklaratë e aktores ka bërë që moderatori Sajmir Kodra të reagoj ashpër kur u bë deklarata 2 vjet më parë, ku Egla sipas tij duhet të paraqesë të gjitha provat për akuzat që ka bërë. Do të bëj një reagim të shkurtër se zonja që ka bërë deklaratën e kaluar edhe ka kaluar kompetenca duke përmendur një person që nuk është aty, pra në Big Brother, thot Sajmiri, aty zihen për flokë, shahen pse përmend babën që është jashtë.